Erzen Hamzauka dhe Julian Cumraku, dy persona që u kapën një banesë në Orosh të Pukës, brenda së cilës u gjet flamuri i zi organizatës terroriste i Shtetit Islamik e armë dhe municione të shumta, do të qëndrojnë në qeli deri në përfundim të hetimeve. Gjykata e Shkodrës saktoi masat e sigurisë arrest me burg për 4 akuza, mes të cilave dhe propaganda për kryerjen e veprave me qëllime terroriste. Avokati Erzen Nukës, ish komando i forcave speciale, i dënuar më herët për nxitje të urrëties dhe grindjeve, pretendoi se arrestimi i klientit të tij është i padrejtë dhe se 35 vjeçari në Orosh të Pukës ishte si mik i ftuar nga Julian Cumraku e persona të tjerë. Është ndodhur në atë banesë në mënyrë krejt rastësore dhe në mënyrë rastësore ka shkuar dhe policia e shtetit në atë banesë pasi ka qenë duke bërë një aksion për gjendjen e bimëve narkotike. I mbrojtur nga Naim Erzen Nuka ka qenë nën vëzhgim dhe nën ndjekje nga policia e shtetit dhe krejtësisht i rregullt dhe nuk ka kthyer asnjë ligj të këtij shteti në cilin ne jetojmë. Të njëjtin qendrim mësohet se ka mbajtur në seancën e gjyqit edhe vet ish ushtaraku që disa vite më parë u vu në qendër të vëmendjes pas publikimit të pamjeve ku stërviste fëmijët e mitur për luftime si ato të ekstremistëve antar të organizatave terroriste. Julian Cumraku në anën tjetër ka thënë se armët dhe municione që u gjetën në kullën e paraardhësve në Orosh ishin të vjetra dhe se ai kishte mbledhur në zonë, por këto pretendime nuk u morën parasysh nga gjykata, e cila vendosi që të dy të mbeten në qeli pa afat. Dy të dyshuarit u dorëzuan pas më shumë se 12 orësh të rrethuar nga forcat speciale Renea, gjatë së cilës bën rezistencë dhe qelluan me armë zjarri. Çështja ka rikthyer debatin për radikalizmin e dhunshëm, ndërsa antiterrori mësohet se po vijon hetimet për të zbuluar bashkëpunëtor të mundshëm, sikurse edhe planet e tyre.